Momentin që, do më thënë, që bona thoshte batuta tipit, po si të ri me ty, mo? Që unë e dhe, po ri me mu, nuk bëjmë unë dianë comfortable. Në momentin që pash që se egzistote përgjigje, se egzistote reciprocitet, normal që u tërhoqa, po pëlqimi me banorin tjetër ishte shumë intensiv. E pëse s'pja përmend emrin? A e keni raporte? Sepse s'kemi raporte tona inexistente. Nuk kemi asnjë raport. Me Danjen është fjala. Se di tjetë e unë thash gjo. Po në rregull e thamon. S'ka pas pëlqim tjetër, Bona dhe Danja. Do të thëtë raport ose ndoshta sqarim pas Bikut nuk është që keni pas. Ka përfundu aty në ditën e fundit tënde. Ja, është çdo gjë ka ngel aty. Une kur kam dalë kam pas çka ka thënë për mu. Kam pa një video kur ka thënë që le të dalë shtrig, e le të më thojnë shtrig, unë ati nuk doja fal. Kur asajt i kanë bërë shumë ma keq banor tjerë, edhe konsideroj që edhe ajo mu më ka bo sjellje shumë tuta, ku më ka ofendu, më ka shatë, tash se mashkullin është të ngrej zanin, të thot i laf, po edhe femra me gjuhën e vetë, gjuha koca s'ka, po koca thënë. Shë që sa ka mujtë mi ka frikocit edhe ajo. Atë ka lëndu? Sigurisht. Fjallë edhe këto komente? Sigurisht. Kam një gjuhë shprehje tipit shtazarak, majmun cirku. A ki pas reagim ndoshta nga partneri saj pas daljes? Jo, nuk kam pas reagim tet-a-tet, face to face nga partneri vetë, nuk ka pas sepse të ketë, sepse unë nuk e kam... Vazhdu? Jo, vetëm nuk e kam vazhdu, por nuk ose kam pas një pëlqim edhe dasit. Tani për pëlqim, se egziston nej kod nderi, nej kanun që vret dikon sepse ka pëlqim edhe do hecet ma atë kanun, vret vazhdojë se cili, po jo, nuk... Partneri vetë është interesu që kjo gjë mos të vazhdohet, kur unë kam qenë mrena, ka kontaktu me njerëz të përbashkët, me rrethin tim të ngusht, edhe nuk ka pas edhe reagime publike, po gjithsesi mos ndalemi këtu se kemi shumë... Ka pas një reagim publik shumë tut nga ana tit, ku dikush që më ka qujt vari Topin e ka censuruat pjesën, po kjo është... Dhe na këtu duhet me censuru Gjiban. Ju censurojeni, pas një problem, po kjo partneri vetë është fut edhe ka komentu në atë, po më thonë nuk ka qenë gjë e bukur, po se cili ja bën vetës vetë, sigur unë kam të... Po, tash, le të kthehemi nga këndvështrimi jëtë, nëse e kishe pas të dashurën në Big Brother, edhe po ta ngacmon të dikush. Si ti që shë ki ngacmu, a do të pengon të ty, ti e tha që je gjelos, po a do të kishe edhe ti një reagim si aj, sepse është me një farë mënyre pak njerëzore ajo mënyra reagimit. Kusha mënyrë njerëzore të futesh? Po flasë për komentet, po ajo në gjitha. Jo, tani ma hep mundësine, bane pyetjen, më së mundu me sëqaru më shumë se sëqarove. Kush është njerëzore që është fut partnerja ime të një loj ku ka ndërveprim me të pak të 10 banor tjerë, dhe njëni nga këta banorët ka nderin dhe ka guximin me shpreh pëlqimin hapur në kundërshtim me 10 banorë tjerë që e shprehin pëlqimin në mënyra të fshehta dhe të nxarë dhe skuthërore, dhe ke frikë ketë e nuk ke frikë tjertë, Danja s'ka net me mua. Nuk ka net me mua.